Ka histori që prekin mendjen, e ka histori që dridhin zemrën. E një prej më të bukurve që Allahu vetë e quajti ahsanul qasas, më e bukur ndër tregimet, është historia e Jusufit me Jakubin alayhis salam. Është histori e ëndrrës dhe realitetit, e sprovës dhe triumfit, e ndarjes dhe ribashkimit. Një djalë që u hodh në pus nga vëllezërit, por që u ngrit me dignitet në pallatin e mbretit. Një baba që qa me vite për të birin, për nuk humbi asnjëherë shpresën e mëshirën e Allahut. Historia tyre është një udhëtim për mëzdhimbjes, por edhe një mësim për durimin, besimin dhe fuqinë e faljes. Një nga historitë që Allahu i lartë madhëruar e ka qetësuar Muhammedin a.s. në vitin e pikëllimit. Atëherë ku pikëllimi kishte arrit kulminacionin dhe mërzia ishte shumë e madhe, përveç shkakun e humbjes së xhaxhait dhe gruas së tij Khadijës radhiyallahu anha. Allah subhanahu wa taala ja dërgoi këtë sure kuptim plote dhe një tregim të tërë në një vend, për të ngjallë zemrën e Muhammedit a.s. dhe shokëve të tij, për t'i kthjellë, për t'i treguar se para tyre ka qenë një vllai pejgamberit, e cili ishte në disa kushte shumë më të vështira se sa Muhammedi a.s. Mirë po ajo që e bëri që ai të mbijeton ishte ajo dashuria që kishte në veten e tij dhe dashuria e babait për të. I tërë ky tregim fillon me një ëndër dhe mbaron me një ëndër. Andaj, se cili ne në jetën tonë do të kemi një ëndër. Ëndrat nuk janë vetëm iluzion, janë pjesë e jetës tonë. Ajo ëndër u bë shkak që vëllezërit që ishin sugria më e madhe, me qenë treshtimi më i madh i tij. Ajo ëndër u bë që ky njeri me aq vlera të mëdha, të shitet me një çmim që vlera e tij ishte shumë e vogël. Ajo ëndër u bë që të burgoset për një mëkat që asnjëherë s'e kishte kryer. Dhe nga burgu, nga ky vend, filloi realiteti. Nga burgu filloi kënaqësia, nga burgu filloi ngritja. Në mesin e 4 mureve, Allahu e ngriti Jusufin a.s. Nga ai burg, prap me një ëndër tjetër, filloi një realitet tjetër. Andaj, jo me do mas ne du të shojmë ëndra për veten tonë që ne të arrisim kulminacionin diçka që ne pretendojmë. Ndoshta dikush tjetër ëndron dhe ty të kap ai ëndrimi i tij, dhe realiteti vjen nga ëndra e dikujt tjetër. Kështu ishte për Jusufin a.s. Një ëndër e mbretit u bë që Jusufi a.s. u bë ministër në mbretërinë e tij. Dhe si rrjedhoi, u kthyen vëllezërit, u kthye babai dhe u kthye çdo gjë që i kishte humbur me kohë. Dashuria e babait për Jusufin a.s. nuk u ndal asnjëherë. Ishte dashuri që përcillej dhe mbështjellej me aromën e dashurisë. Një aromë dashurie që asnjëherë nuk u humb. Imagjinoni për ata që i doni, gjithmonë mund ta ndjeni aromën e tyre. Jakubi a.s. nuk e harroi asnjëherë aromën e Jusufit a.s. Dhe sa herë që e kujtonte, ju kujtohej ajo aroma e tij, djalit e tij së fëmijë, dhe gjithmonë e përmendte aromën e tij. Andaj kjo aromë përcjelli gjatë gjithë jetës, deri në momentin ku ju drejtua Allah subhanahu wa taala. O Allah, mu më kanë kaplu thinjat, jëm plak, jëm shtynë mosh, jëm lodhë mu Allah. Ndërsa Jusufi ende mungan. A nuk po e mshiron këtë gjendje që më kanë ndodhë dhe më ka kaplu? E Allah subhanahu wa taala ju drejtua Jakubit a.s. dhe i tha, edhe sikur se Jusufi a.s. t'ishte i vdekur, ne kishim me ringjall dhe kishim me ta kthy. Dhe kështu ndodhi. U kthy Jusufi a.s. Ju kthy jeta e Jakubit a.s. Ju kthy të pamurit e tij dhe u kthy ajo aroma që e kishte humbur për shumë vite. Andaj, ne mund të qëndrojmë larg njerëzve. Mund të qëndrojmë larg atyre që i dojmë mirë, po gjithmonë brenda shpirtit tonë kemi të mbështjellur në zemrën tonë aromën atyre që i dojmë. Andaj, historia e Jusufit a.s. është histori që na ngjall jetën tonë dhe askush nuk mundet me pas një problem vetëm se ka me gjetë prehjet e Jusufit a.s. Dhe pse them këto? Për shkak se zotëria i pejgamberëve ka gjetë prehjet e historia e Jusufit a.s. Zotëria Muhammedi alayhi salatu wassalam.